profesor, dua ta nisim bashkë diskutimin. Ja, filloj nga më djovla, filloj nga... Nga do të profesor, nga Gjiliola, apo nga... Po pse doja unë ta nisja me ty, po ta them pak më vonë, ato nuk mërziten se ato janë të shtëpisë. Po, më mirë. A gjykojemi ende nga profesioni, një avokat e nderuar, njerëzit të thonë, ç'bën ti në jetë, u avokate, u duhet kesh milionat më njanë, a jep profesioni mesazhe për atë që ke përballë që të njeh apo jo? Varet ke përballë, se në varësi të formimit që ai tjetri ka, mund të paragjykohesh ose mund të vlerësohesh. Përgjithsisht, avokatia jo, një femër avokate nuk paragjykohet në tërësinë e vet. Por kur vjen puna tek përzgjedhja pastaj profesionale në ato që janë drejtimet e së drejtës, kuptohet që tek penalja është më e mirë në mendsinë, në subkonsciencë të marrësh një avokat burr se një avokat grua. Edhepse rezultatet flasin të kundërtën. Vazhdon ende kjo, një avokat burr ta mbaron punën më shpejt se një avokate grua? Po, kryesisht tek penalja, por edhe ke civilja, po e marrim të dy degët kryesore të së drejtës, sepse akoma duam vë nuk duam ne në mendsinë shqiptare është elementi korruptiv shumë i fuqishëm dhe mendohet që një burr ka më shumë aftësi korruptive, jo aftësi profesionale në vetvete. Ndërsa gruan e shohin që mund të jetë shumë e zonja profesionalisht, po ndoshta për të bërë gjëra të tjera që do donin, është çështje thjesht mendësia, paragjykimi, nuk e bën. Në të vërtetë unë mendoj që klienti, flas për avokatin, e zgjedh avokatin sipas shëmbëltyrës së vet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ke disa lek më njanti që unë, profesor Salzani dhe Gjidiola të kërkojmë, ti je një profesor me shumë lek, e garantuar 7 breza, ku i fshe lekët në shtëpi, mund të vis paku të jetoj, një tjetër stereotip i gabuar, money maker. Është shumë i gabuar, për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Në qoftë se jashtë, realisht avokatia është një nga profesionet më elitare të pa diskutueshme, në Shqipëri është një nga profesionet, do thosha, më të rëndomta. Kjo edhe për faktin se numri shumë i lartë i avokatëve. Jemi rreth pothuajse 16.000 dhe pak po i kapim, 15.500 ca. Popullata as 2 milion. Jemi një avokat çdo 160 veta. Dhe plus juristat e mbështetur, është i profesion që nuk ka vlerën e duhur në Shqipëri. Profesori, po nisë të mbaj shënime se ai është i bindur si unë që ti ke ca lek më njanë, po zotë me thuar sot, shënoj profesor ka një 4 apartamente, 2 në Golem, 2 në Lartë dhe 1 në Qerret. Dhe ti ka marrë me Allishverishe, por fatkeqësisht punoj me drejtësi dhe në këtë vend është jashtëzakonisht vështirë. E di dhe unë ndaj të ftoj gjithmonë në programet e mia. Gjil, paragjykojemi, a flet profesioni? Kur dikush të thotë jam avokate, ti heq kapelen, kur dikush të thotë jam kamariere, shikon pak me skepticizëm? Shika, është e vërtet që ekzistojnë këto stereotipet e gjinive dhe profesioneve, por ndonjëherë u mendoj që nuk duhet të penalizoj ose të ndikoj, të influencoj negativisht në avancimin profesional dhe integritetin e një njeriu që ka dëshirë të përfshihet, ndoshta sot e fillon si kamarier, po nesër për shkak të detyrimeve që i kalon për gjysmë të shkollës, po themi, detyrime profesionale, nesër mund ta shikosh dhe si një avokat, nuk e vën diskutim. Shiko, paragjykimet ekzistojnë edhe pse ne nuk duam dhe e mendojmë që ne nuk kemi paragjykues, por që në fakt e parë kur ti thua se ja heq kapelen një avokati dhe nuk ja heq kapelen një kamarieri, automatikisht në subkonsciencën tonë vjen një formë paragjykimi, të themi. Dhe kjo është e pashmangshme. Nga familja, nga mami, nga babi, Gjiliola ta marrësh Salzanin se është avokat, Ermali është kamarier çdo, kush e ushqen këtë diskutim? Se nuk besoj ti ke lindur me këto stereotipe. Shoqëria, mënyra se si edukohemi, si rritemi, bazat e formimit kryesor vijnë nga shkolla, aty se ne kur shkojmë dhe formohemi në shkollë, sigurisht zgjedhim një profesion për të ardhmen tonë, dhe themi të bëjmë një avokat, bëjmë një stomatologe, një doktoresh, bëjmë një gazetar, të bëjmë kamarier. Se kamarier është nuk është profesion, është një punë që të zgjidh problemet dhe detyrimet financiare, aty për aty është sekondare, nuk është një profesion që ty të krijon dhe të jep mundësi integriteti dhe zhvillimi në arritjen tënde. Absolutisht është e pamundur. Profesor, të pyes si profesor, si prind, si qytetar, si bashkëshort, ka ende fatkeqësisht në këtë shoqërinë tonë mesazhe Salzani, nuk është një profesion të lartë, lëre, nuk bën për ne. E ushqejnë prindrit të diskutim? Mua më pëlqen të qenë qytetar. Kam dhe një mbiemër tjetër, qytetari i përpjekur. Më pëlqen ky term, sepse nuk ka rëndësi që je avokat, apo je inxhinier, apo profesor, apo punëtor, apo dhe blektor. Profesioni është shumë i nderuar. Por në Shqipëri, e tha që zonja Buzheku, edhe zonja Gjiliola shumë bukur e thanë. Çfarë? Që duke qenë se paragjykimi ose situata edukative në llojin ndërgjegjësimit, vetë politika, këto 35 vjet e ka bërë që
më shumë të paragjykohesh se sa të gjykosh. Për shembull, paragjykohesh të qenërit doktor, paragjykohet shumë, sepse vetë politika të imponon që doktorët vetëm duan marrë shtete, po, është e vërtet. njëjta gjë sanitarja. Është profesioni paragjykuar apo njerëzit kanë të drejtë kur thonë që mjekët janë pjesë e zhullit të korrupsionit? E tha Xhilura, që ka në gjithë historinë e njerëzimit dhe në gjithë shoqëritë botërore ka paragjykim normal. Por që të kaloj gjykimin, ndërkohë që mua më intereson zonja avokate për punën që bën dhe s'ka mundësi që pa u thelluar në gjykim, unë e paragjykoj se bie fjala është grua, bie fjala nuk e bën dot atë detyrën e korrupsionit që mund ta bëjë një mashkull, ndërkohë që në qoftë se unë e gjykoj çështjen dhe e tha bukur si punë asaj që trimi gjen trim rrolla, i mençur gjen të mençur, edhe unë kur gjej avokat gjej si vetja vajti. Pra, natyrën e vetes tënde, po. Bile unë them që edhe qeni i janë të Zotit. Domethënë qeni merr e çuditshme, merr nuancën e sjelljes dhe energjinë e Zotit. Dhe ndonjëherë mund të jetë agresie për shkak se Zoti është agresion. Profesor, unë e di formimin tënd dhe se sa me pasion edhe se sa vlerëson ti tjetrin, po si ndihesh kur të thonë profesor Sazani ka 10 universitete punë e madhe, na duhet Gjiliola se është influencer, ajo ka miliona ndjekës në TikTok, na duhet Enida se bën nami në TikTok. Kjo është e vërtet. A është trishtuese kjo gjëja? Trishtuese është, po duhet dish ta kalosh. Po njerëzit e mblla zotem them njëri i madh, po njerëzit e thjesht, njerëzit e përpjekur, prandaj quhet i përpjekur qytetari, që sfidon dhe këto gjëra. Dhe në një emision dikush kishte 3 milion. Ai tjetri, një zonjë tjetër kishte ja 600.000. Unë më kontrolluar në Facebook, po? Në Facebook. Në Facebook ti je aktiv, unë e kam parë. Nëse më kontrolluan ke, si quhet Instagram. Me të drejtën, me atë Facebook, me atë komunikim, me vërtet s'kam 3 milion, apo 600.000 sa kishte tjetra, me vërtet ka një ndikim se varet cilësia, pra zonja Bozheku, është cilësia e mendimit e punës saj që bën që mund të kenë ndjekës më pak. Po diçka të ta bëj, kur më tha gjysha më kujtua dhe sa shok keti, kam shumë verë, unë bura. Ore, a ke 1-2 të vërtet ta leja ta shumë. E njëjta gjë, që sa ti ndikon ke shoqëria 10, 20, 500, e ke bërë golin tënd. E ke bërë golin tënd. E kuptova. Por ama ende janë, po themi në këtë sistem vlerash, ku shkolla është në diskutim, formimi është në diskutim, mediat sociale bëjnë impaktin e vet, të vjen ndonjëherë të thuash bravo Enid që bëri gjithë ato studime, fakultet, sot vlerësohen njerëzit që s'kan fare edhe formim të caktuar. Në fakt, kam një javë që po merrem me veten me këtë diskutim. E di se është problemi, në të gjithë botën antivlera është kthyer në vlerë. Çfarë do të thotë? Janë kush beson tek fet e di se e ka të shkruar në të që do të vijë një moment që do të përmbyset bota dhe i paafti do të marrë rolin e të aftit dhe i afti do rrinë hije e të shohi. Ka ardhur ky moment? Patjetër, në Shqipëri ka ardhur ky moment dhe është fatkeqësi e madhe sepse janë shkatruar për mua 3 baza themelore të shtetit, jo për mua, ose më saktë 3000 vjet historitë Sokratit këtë na kanë treguar. Drejtësia. Nuk mund të themi që ne kemi një shtet të së drejtës, në kuptimin e pastërt të tij nuk e kemi. E kemi një drejtësi me paterica që mundohet të riciklojë vetveten, herë ta pastroj, po ngelet po ai moçal. Kemi probleme shëndetësin. Një shëndetësi e cila nuk arrin dot të japi shpresën për të kuruar dhe për jetën, është një shëndetësi të shtuar. Dhe këtë po na e tregon historia, jo? Po kemi më të keqen e të keqave, që aty për mua është nëna Zanafilla e Gjishkaja, Arsimi. Ne kemi shkatruar, duam apo nuk duam, arsimin në genezë dhe po na japin shembujt real që kemi fëmijë në kopësht, fëmijë në shkollat fillore dhe në gjimnaze, që zihen, shyen dhe urrejnë njëri tjetrin. Deri ke thika. A është fillim kjo Enida se diskutimi është ka një agjendë, gjejemi termin si të duash, ka një dëshirë për ta bërë shoqërinë në këtë formë që kemi bëritur? Dhe kush e bën këtë shoqëri? Politika? Sa më ignorant të jetë një popull, sa më i paditur, sa më në gjumë, sa më i rënuar në hallet e përditshmërisë, por sa më shumë i ushqyer me iluzionin se është më i mençur se të tjerët, dhe ne jemi në këtë pikë në Shqipëri, kemi një fasadë iluzionare ku niveli më i ulët i inteligjencës mund të përfaqësojë në atë që është tempulli i shtetit, që është parlamenti, dhe ne kemi objektivisht pa bërë emra, po e dim kush janë protagonistët, dhe bëhet në agjendë, sepse shembulli është negativiteti. Kur ti imponon ignorancën të drejtoj, automatikisht
populli frymëzohet, po populli është turm. Besoj ti ke lexuar në mediat sociale shumë të rinj që thonë ç'na duhet shkolla. Ç'më duhet shkolla kur Gjiliola thotë që unë me një postim marr 1.000 euro, 2.000 euro apo 5.000 euro ka pasur deklarata të influencerëve shqiptar. Absurde dhe qesharake dhe jo të vërteta. Dhe më del shpirti rreth par për të gjetur ekuilibrin me klientin, për t'ia shpjeguar të vërtetën, se kjo është baza e profesionit, dhe për t'i thënë që në fund do bëjmë pamundurën, por mos pretendo që të fitoshi 100%, se gjithmonë do të varet nga një tret dhe gjyqtari, në fund nuk e ti. Po të bësh këtë lloj diskutimi, nuk është kaq e thjeshtë, sepse në fund ai të thotë edhe unë t'ja plek ty, po e fitove t'ja plekët, nuk vlerëson shërbimin. Ndërsa po të nxjerrësh këmbën e bukur, dekolten e bukur, apo hire të tjera, le të themi. A mund ta bëj një avokat këtë? Ka pasur raste skandale edhe të avokatëve me TikTok. Avokati ka një... A mund të ketë një avokat e TikTok thonjë bijue të kërcasi luksin? Avokati ka një kod etike, avokati ka një profesion që është shumë i rëndësishëm në radh parë në moralin e të qenurit dhe pastaj në të dukur. Sepse avokati ka dekor, dhe dekori i vlen si brenda ashtu dhe jashtë jetës profesionale. Tash nëse ti je një avokat që pi alkol nga mëngjesi në darkë, jashtë jetës dhe shkon në gjykat, do të të ndikojë në formimin, logjikimin, arsyetimin. Parimi ishim okay, unë e di që ti nuk largohesh nga këto parime, po realisht ka avokat që kanë lajthitur, ka profesone që kanë lajthitur? Patjetër që ka, sepse të bën vetë ambienti, por i seleksionon herë parë, herë dytë, pastaj i seleksionon vetë klientela. Janë profesionet e lira, ndërsa ke pjesa e tiktokerave, influencer, është treng botror. Pra ti thua, nuk e ka 5.000 euro, profesor ti kap një 10.000 euro e dio. Gjili, sa kap ti në muaj edhe tani, duket si shaka, po do duhet të gjithë të kemi përgjithësi, profesorit ta me drejt. Unë kam 10, 20, 100, 1 milion. Të kemi përgjithësi të ata që na ndjekin, kur ti thua që unë marr 5.000 euro në muaj, dhe ne të 3, të 4 të themi me zi shtyje muajin, që duhet të bëjmë? Të bëjmë të gjithë influencer? Kjo që tani do ta mbaj mend vetë do ta kthej përgjigje për këtë, që aktualisht në këtë moment që po flasim, prevalon antivlera, kjo nuk ka diskutim, dhe unë këtë e shikoj. Sigurisht që ndikojnë të treja ato rastet e sistemeve që thamë arsimi, politika dhe shëndetësia janë për tokë, dhe unë të sjell rastet të evidentuara, madje nuk dua të përmend emra, por vetë nga familjarët e mi kam evidentuar dhe kam parë që shumë rrushfete dhe shumë marifete dhe shumë bryla dhe shumë gjërat pakëndshme që e bëjnë të toksik Shqipërinë, toksik e vendin njerëz dhe gjitha këto që sjellin pastaj situata negative deri tek dhuna tek njëri tjetri fëmijët, sigurisht. Këto janë të pashmangshme dhe mua më vjen shumë mirë që ti evidentojmë, ti themi, ti diskutojmë, sepse fakti që unë sot nuk kam TikTok vjen si pasojë e këtyre toksiciteteve që unë shikoj lart e poshtë. Dhe mënyra se si kërkojnë të rinjt tan shqiptar të promovojnë veten e tyre në mënyrë shumë negative, vulgare, ordinere, dhe nuk japin prioritet, të themi, anës, ndoshta jo profesionale, por të dhënit një mesazh, sepse fakti që unë jam këtu përpara medias, mbart në vetvete një përgjegjësi për të një mesazh, jap një informacion. Po, ka një hipokrizi. Ne flasim këtu që duhet të jetë kështu shoqëria, ndërkohë këto videot janë më të klikuara, kanë miliona klikime, kanë miliona views. Këta personazhe. Po çfarë tregon kjo? Kjo tregon që populli shqiptar është për tokë, është i rënuar që në anën psikike të mendimit, mentalitetit se si janë rritur dhe janë duke u kërkuar që të katapultohen me më shumë negativitet, me skena banale erotike të ndaluara që ndonjëherë janë dhe shumë fëmijë të ekspozuar nga këto videot pornografike që unë kam diskutuar dhe të tjera nuk më pëlqen fare ti ke qenë një program Love Story ku kërkon partner, të ka paragjykuar për jetën tënde formati ku ke qenë? Ta nisim këtu. Gjiliola, le të bëj çdo doja ajo e do mbetet vajza që kërkonte burr në ekran. Ja la zot. Po kush e besoi një këtë që do theti. Jo, po flasim stereotipet e njerëzve. Dhe ai që nuk më njihte mua, dhe ai dhe ajo që nuk njihte me mua, nuk e hante sapuni për djathtë, se unë aty hyra njerëz si profil gazetare. Pastaj u inkorporova dhe arrita të përshtatesha disi situatave që të cilën unë nuk bie dot në kurtin e skenareve që ndërtojnë dhe krijojnë aty. Unë kam kokën time, kam mendimet e mia, unë bëj dhe kam qenë të bëj si di unë dhe si duhet dhe si dua unë, përndryshe kaq e mbyllun situatën. Me le të them diçka. Nuk të jap leje ti në shpinën tënde bën ç'të duash. Po që hipokrizia është aktuale, më fal profesor, është dhe që blogerët dhe influencerët tash të quajtur kjo është budallallik, është bullshit, është të gënjesh të mashtrosh veten një herë në radhë parë, pastaj të besosh
Nuk duhet bëj pazarit të saj ke muaj, profesor, po ka shumë të rinje të reja që trumbetojnë që falë mediave sociale janë shumë të paguar. Të rrof ty dhe muaj që kemi bërë 3-4 shkollë, ke kaluar rinin mbi libra dhe ja ku jemi. Ke shumë të drejti edhe është ere parë që jepet kjo mundësim. Unë këndërtova shtëpinë Berat, vetë ai ustaj më tha, vur një shumë caktuar. Ama ju keni lekta ju të medjave. I thash unë, mendoj që i fjallën tash, edhe veprimi tash. Se unë jam ai që nuk mbroj qeverin, as bizneset, mbroj qytetarët tash. Kjo është një. Dhe ai që mbroj qytetarët nuk ka lek? Po patjetër. Unë jam avokat si zonja këtu që kam pranë, ku e kam shpallur vetë. Një avokat dhe ekspert mjedisor që mbroj komunitete e kam shpallur vetë. Qik në luft me gruan para 10 vjetër, po tani e ka pranuar dhe ajo. E kam shpallur 0 lek. Do të është ti që si jeton. Unë e kam profesion të 3-4 avokatin mjedisore. Profesionin e bazë kam projekte, studimet. Qa ndodhë këtë studimet e projekte? Duke qënë se sot fryma që ka futur politika, edhe profecinti, të dy gjera bazë të i shoqërijeti, i ka bërë anapulla, i ka bërë së prapti një frymë, jo frymëzim, dhe një profeci negative. Dhe ai që merret me studime, me projekte, fakti që këta nuk bëjnë projekte, Shqipëria vuan nga fakti që s'bëjnë projekte. Dhe ne që jemi mësuar me frymën e dikushme, mosha ime, kategoria ime, inxhinier, unë jam inxhinier, burrë gruat. Dhe ai thotë që projekti ka lek thotë ai, kush e di sa lek bën. Ky që vetë në televizion, kush e di sa lek bën. Dhe ai më vuri shpimi 10 fish mua, ustaje. Vetëm se kishte namin që sa zak buri ka lek. Se ka lek. Dërkoj që... Tani më mirë nami apo suri, profesor? Sigurisht, e the vetat, Shiko, unë jam, që në njerë, të shie kam vendosur 70 vjeç të flas, edhe 2 gram për vete, qëfar? Jam përpjekur të trashgoj ADN-et të parve të mi, si person që nuk më paguan kush për to që bëj, nuk më shtyn kush politik, biznes. Unë jam vetvetja dhe fakti që çdo 2 metra nuk dalë do të në kem dhe takoj një person që shikoj një model pozitiv, unë nuk e marr rritje mendje, kam dhe moshën, po e marr detyrim për të vepruar akoma më mirë dhe në emisione unë të betohem nga jo që s'kam gjasa nga faktorët të jashtëm, diku pages, diku thoj për mua një fjalë, unë nuk i kam të gjera. Dhe me thënë drejtën, unë në emision këtë ty dhe të kush do vi vetvetja. Por këtë fjalë të mirë që marrë nga bashkomësit, unë përsëri, nuk më dhe mende, po e përkthejnë detyrim për të vepruar shumë herë më mirë, shumë herë më saktë. Dhe nuk e si bën edhe tashim kujtohet Sako Levanceti. Edhe dorë e varën ata aty. Është një film i bukur, po nuk është moshën teme, kohën teme. Edhe i thamë, du t'i falim, nuk janë këta që kanë bërë krim, për 2 italian, Sako Levanceti, edhe presidenti Amerikan. Ta që ta do bëhen simbol, tha. S'kemi të t'i varim, tha e, se o simbol, tha, edhe unë e kam zjedhë nuk të fush. O me lek shumë, që je askushi, je rob i paras, ose një person, që të hapen dyër, të shyen dyër, të presin, një kënaqësi tjetër, po që ke bërë një model. Objektivin, profesor? Jo, ke bërë një model, sepse Shqipëria, e tha bukur, të dyja zonjat, e tha bukur, Shqipëria ka nevojë për modele pozitive për shkollat e mesme nëntëvjeçare. Po nuk po i mbështet njëri këto modele, profesor. Duan gangsterin, duan ata me lek. Dakor, po imagjino mos kesh modele avokatie, goca që punon, gazetare, mos kesh modele të tilla, nuk ka për të ardhur kur ajo ditë. Ndërkohë që ti ke modelin edhe vepron në forma tjera. Po mos jetë kjo, s'ka për të ardhur kur. Ndërkohë që ti... Pra jemi tek ditët e zeza që thotë Nita. Ka këto modele, ku janë këto modele? Mund t'i gjejmë apo jemi shumë vonë? Pa dyshim që ka, se shoqëria shqiptare ka edhe të mirat dhe të këqijat e veta, se tani ne nuk mund ta bëjmë vetëm bluz. Për momentin jemi në një krizë të thellë, shumë të thellë, ekzistenciale të shoqërisë tonë, por ka akoma njerëz me shumë vlera dhe me integritet të cilët po luftojnë çdo ditë. Dhe të luftojnë çdo ditë në këtë vend, për shumë njerëz se ka mundësinë dhe të ikin dhe nuk kanë ikur, por kanë zgjedhur të vazhdojnë të jetojnë këtu me përplasjet e mos dëshirës për të mësuar. Sepse është më keq kjo se ti je ignorant. Kur je ignorant, okay, unë nuk e di, ignorancë është mosdije. Por dëshira për të qëndruar në të njëjtin nivel dhe të mos përmirësosh vetveten për të mësuar më shumë dhe më mirë. Kjo është pastaj alarm. Me që përmendë shqiptarët që ikin, ti ke jetuar me Shqipërisë, Italisë, Europën e ke prekur, lëvizjet e tua. Ka një perceptim publik që shqiptarët në Europë bëjnë punët edhe më të rëndomta, ama në Shqipëri nuk i bëjnë sepse duhet të duket para Sazanit, që jam me shkollë, që jam dinjitoz, atje nuk bëj as policin, as sanitarin, as kamarierin, ama në Europë e kam bërë.
ka një, po themi kështu, hipokrizi edhe të vetë shqiptarëve me shqiptarët? Patjetër, është dyzimi brenda vetes, pra. Është ajo fakti që ne nuk dim të njohim veten ose të flasim me veten. Se jashtë bën çfarëdo lloj pune një shqiptar dhe këtu nuk e bën? Sepse jashtë je në një kontekst se të njeh njeri. Ndërsa në vendin ton, po të njeh komshiu, të njeh ai, po si ti dalim dhe ti themi, është si puna e saj me Melkën. Në mos njëri tjetrin. Në mos njëri tjetri, dakord, Melkën do ma marr, po është koncepti zonja nga qyteti, me fshatin, ai raporti i supremacis, i çdo thon bota, ne jemi kështu, ne jemi ashtu. Një gënjeshtër e bukur për mendje të varfra, sepse në fund të fundit çdo lloj pune është bësh nder. Kur je student, të bësh kamarierin është nder, se është më mirë se të bësh diçka tjetër që ndoshta të cilë pasoja ligjore shumë më të rënda për gjithë jetën. Po sot tregon statusi i partnerit tënd nëse ai është sot po themi vetëm te kamarieri, po gjem një profesion tjetër. Tregon për ty? Ka profesionet ndaj një mashkulli që është duke njohur Enidën që ti thua faleminderit nuk është për mua? Jemi në këtë pikën ku ndoshta edhe nga babi Sazani ka thënë goca ime do marri një jurist të mirë, një mjek të mirë. Unë mendoj që është çështje klasash sociale dhe unë ndryshe nga çfarë ka qenë këtu mbetuar deri në kohën e Partisë Komuniste, jemi gjithë njësoj, nuk jam për gjithë njësoj, shoqëria duhet patjetër të jetë e ndarë në klasa, por klasa të shëndetshme shoqërore, jo klasa shoqërore të përmbysura. Këtu është problemi pra i modeleve, se ne kemi krijuar ato që deri diku ka qenë i dënuar për 10 vjet trafik ndërkombëtar droge. Ne sot e kemi burë të nderuar në vendin tonë se ka bo pallat. Ja, rrim pak pauzë më dhe një informacion. Se ju gocat e bukura të Instagramit nuk po të fusë ty se di që do më grisi një labe që e vlonjate, po flasë për vajzat e mediave sociale që kanë shumë model këtë burin gangster, Sazanin me jahte, Sazanin me lek, me drog, tani në këtë Tiranë jetojmë. Do lidhesh ti me Ermalin nëse unë me zi do mbaja 2 punë, një paradite, një mbas dite, do isha shitës në një dyqan. Dëgja, unë do lidhesha në... Bëu pak e hapur tani. Po, e hapur, jam shumë e drejt për drejt njerë, jam e qëllë për të mbajem edhe... Janë horrat sot modele të mirë si partner? Gangsteri mirë si partner? Mos mungoj iPhone-it, mos mungoj çanta? Absolutisht, në asnjë lloj mënyre, kategorikisht, jo. Ti s'merr ke vesh nga jeta mi goca? Thonë ato që na ndjekin tani, jo unë. Më mirë, unë e vlerësoj djalin kandidat pretendent që më kërkon që të kemi një vijueshmëri, partneriteti bashk, të jetë, okay, absolutisht, ndoshta jo kamarier, se ajo fazë tashmë është e zauruar dhe pretendoj që të jetë zauruar në shkollë të lartë. Kush e mallkon programin e Ermalit? Se nuk e do kamarier Sazanin dhe Ermalin? Ti më do mua, e do dhe Sazani. Shumë djali jam kamarier. Dhe merr më shumë lekë më lejo të të shpjegoj diçka tani. Nëse jemi pra është në kontekstin ku ndodhemi, nëse unë jam po themi në shkollë të lartë, dhe ai paralelisht ndjek të njëjtat, jemi në një vijë studimi bashkë njëkohësisht, dhe ai është duke kërkuar dhe u përpjekur për të arritur financat e veta, dhe është duke punuar si kamarier dhe unë ndërkohë jam duke përfunduar studimet e mia, kjo nuk e bën diskutim që është okay. Kjo është një varg shpëtimi për diskutimin tënd. Ti ke plot zotrin kamarier që janë 45 nuk janë vetëm 20 vjeçar kamarierët. Nuk e din çfarë restorantesh ke shkuar ti, po ka kamariere banakierë që janë mbi 40-50. Mos shpëto me varkën e shkollës, aty me gjithë një mendje që njeriu. Në qoftë se i ka sill jeta dhe i ka përplasur aty se nuk kanë gjetur një shteg më të mirë për të gjetur vetën e tyre në profesionin që ata duan të ushtrojnë, okay, është pak e justifikueshme, por nëse ai njeri nuk ka dashur vetë të integrohet në anën profesionale dhe nuk ka dashur vetë që të bëj vetes nderin më të madh, që të shkolloj, të formoj, të edukoj, të gjitha të tjera si këto, nuk kam çfarë të them. Ai mund të jetë shumë i lumtur, profesor. Për çfarë? Për të marrë 500.000 lekë, është lumturi e madhe për të marrë 500.000 lekë në fund muaj? Me çfarë dyshyre është detyrimet financiare? Është fatkeqësi të marrësh 500.000 lekë sot? Nuk është fatkeqësi, por ti pretendon të krijosh një familje. Po sigurisht, pretendon të krijosh një familje. Janë profesora, janë me titull, janë me grada. Profesorat nuk janë. Po marrin 500.000 lekë dhe larg, nuk marrin. Kush është standardi që ti thua që ka Sazani partner ideal? Nuk e dashkë me 500.000 lekë. Standardi është që të kërkosh më të mirë dhe maksimumi nga vetja. Ky është standardi. Se ti merr, se asnjë njeri sot në ditët e sotme nuk e tregon asnjëherë se sa e ka rrogën, se nuk është rroga maci. Po pra ti thua 500.000 lekë një mashkull partner është risk, nuk ja del dot për ty për veten? Realisht nuk ja del dot. Tani ti jemi me këto, kam kërkuar vetë vërtet. Profesor, për çiftet e reja nuk ja del. Nuk ja del dot. Dëshirë këta meshkujt në kohët e sotme? Më mirë që ke jetuar atë kohë ku sot krahasohemi me çantat, me drogën, me pushtetin. Në përgjigje të kërkesës tuaj të parë. Unë mendoj se çdo shoqëri ndahet në të ndershëm ose të moralshëm dhe të pamoralshëm. Ashtu po. Punëtor dhe dembela. Dembel, saktë. Isli
dhe arbutur, e tjera. Por aman, se cili e ka identitetin e vetë, ashtu si është, ashtu e ka në serën e vetë. Pra ka rëndësi sera. Se i them njërë gjyrë prapë, që unë me gjyshë jam që ka grumulluar shumë teorira, dhe sot për dalin edhe për shkruaj edhe libra bile me tërgimet e gjyshës. Dhe brenda sërës, ti keto, si që ti vetë, je i mirë me të mirën, trimi me trimin, dhe ai menderi me menderin. Tani ti si princip ku djalit apo vajzës, çfarë duhet kërkojnë ata? Njeriun apo profesorin që i sjell lekë dhe lumturi vajzës apo djalit? Diogeni kështu ecë me atë shkopin. Çfarë po bën dhe përkoj njeriun dhe ai. Pra, edhe të gjithë neve e kemi patur identitetin ton, identikun ton në krahun e gjinisë të kundërt brenda serës. Pra, kur themi mirë i ndershëm, i moralshëm, i sli, i ke brenda serës tënde, është mirë. Po pasaj, nuk është që parajgjikoj profesionin, por profesionin ke ne, punëtori, a i mellaq, a i amalli, bje fjallë, pa parajgjikuar, e ka një lloj ideologjie të caktuar, e të kufizuar brenda profesionit. Kështu që kur ka mundësi, ta gjejmë të ndershëm të mirin, i sliun, dhe kundër ta, arbutin, se kështu ndodh edhe sot është problemi, prandaj ka qenë me shkuesi, që a i që argjon të këpucët, i bishin 2-3 palë këpucat, edhe i thoshtë e në fund krushku, sa ke brellur, sa ke argjuar, dhe i blinë e këpucët dhe. Prandaj thuhet ngela me këpucë kuqe, se nuk i mori këpucët e merituara, që lidhe serën personin filan me personin filan, që në vogli e lidhe se këta e për njëri tjetrin. Pasi që rasti që sot, ti dakord dhe ka divorce shumë herë më tepër. A mund ta gjesh një amall të ndershëm sot me që më mori një tjetër profesion? E gjen? Gjitha këto pra. Po? I ketë gjitha këto që tash pra, isli, po kam unë punëtor dhe punova 2 vjet berat. Tani, 2 vjet berat, i gjeta, të gjitha tipet i gjeta. Po unë gjeta dhe para gjykimin, që më bleva 2 mushka ti, edhe më thanë, ti do bërë taj kryetar bashkie dhe me mushka dhe, po pse me i tash shumë? Qa ka mushka? Gabim profesor, do të kishe një 3 Ferrari edhe 2 makina tjera. tjera. Edhe pasaj pas janë i viti, taj, po jo se kishe me të kuptim. Po ti e thej edhe, e ty, jo ti, po e thanë gjithë beracit me sytë. Pas ja 3 javësh, 1 muaj që unë uthoja me mushkat, një mëngjesin gjitha ke shtëpia, dhe i zbrisja ndarë për një vend diku, edhe më thanë, na ka dhënë mësim të mirë. Unë e bëra se duhesh bërë, dhe se shtëpit janë mangalem, janë këtu në maj, nuk ka makinë gjithet me mushka. Ja thua një beracaku tjetër, profesor, e di shumë mirë. E di, e bravo. Mangalemin edhe beratet për publikum. Ja masë të një përshegu nuk e di. Kje eftoj të vikë misafire. Në berat. Në shpinë muze. Dhe do të tem që paragjikuan fort mërë, pa thanë në falqës. E kuptova. Nuk e mendoni që na jepi këtë leksion, tha. Pse? Ky akademiku, ky profesori, po i këtë kam marrë shumë ato profesione të unë, njeriu është njeri atë parë. Të ri pak të shembulli profesorit, me mushka do të bëhet politikan, deputet, ka marrë fund. Ka njerëz që marrin edhe kredi për të blerë iPhone-in më të fundit, që të tregojnë në mediat sociale që unë mora 17 Pro Max-in. Ka njerëz që marrin kredi për të bërë disa pushime për t'i thënë Sazanit që ti se çon grua në Turqi, po unë e çoj. Ato pushime dalin nga hundët nesër pas nesër. Si? Ato pushime të dalin nga hundët nesër pas nesër, më zotë shlyer është ideja. Kjo është ajo pra varfëria shpirtërore që ne jetojmë për botën. Sa më i varfër ti je në shpirt, sa më njeri pa mendjen e hapur, sepse është mendja që hapet pastaj portofoli. Është normal që ti jeton për botën. Pra kënaqësia e këtyre individëve është ti tregoj botës se sa i pasur është. Por kjo tregon që brenda vetes ky njeri ka shumë komplekse. Po mos të respektojmë më shumë kur ti tregon që s'ke mushka por ke makina, pra jemi në shoqëri që vlerëson deri diku. Pra respekti fitohet me pushtet, me çantat e bukura të Xhiliolës dhe makinën e profesorit. Duhet ta kuptojmë. Respekti i mirëfillt është një gjë që jepet në mënyrë subkonshe. Pra ti e jep në ndërgjegjen tënde, ja jep dikujt respektit për ato që ty t'jep ai. Pra për vlerën që mund të ketë që ti identifikohesh, është ajo koncepti i një lloj transferimit të vetes tënde tek tjetri. Ndërsa kur ti sheh politikanin apo këto me makinat e shtrenjta kështu, ato të imponojnë një lloj frike. Pra frika se ato kanë paran, kanë diçka dhe mund të të bëjnë ty keq. Dhe në një lloj mënyre ti respekton nga detyrimi, po është pasive edhe ky. Pra nuk është një respekt i shëndetshëm. E kuptova. Pra një mori ndjesi shprika presioni që ndërkuren me njëra tjetrën. Visha këtyre individëve atë makinën e bukur, bie fjala. Po ti shohësh kush janë vajzat që të riqem në përgjithsisht djem në makina të bukura. Ato vajza që vijnë nga realitete familjare që si kanë këto mundësi. Pra familja e tyre për një arsye apo për një tjetër nuk kanë mundësi. Kush e ka ushqyer atë vajzën? Kush e ka ushqyer
Gjiliolën që Shoqëria. mos lidh me Ermani, Në po rast lidhu të me thot- çunin e Sazanit që ka makinë. Kjo është pak shoqëria më shumë se sa prindrit, se prindrit shqiptar Shoqëria faktikisht thua? nuk flasin kaq shumë. Jo? Po të flisnin realisht prindrit shqiptar me fëmijët e tyre në mënyrë edukues dhe të mirë qenë, nuk do të kishim kaq shumë probleme sociale sa ne kemi sot. Pra nuk flitet. Ka një presion që ti duhet marrë çunin e Sazanit sa ai ka Sa shumë polemika shumë në të TikTok, ardhura dhe po, jo po. profesion. Që do çunin e Sazanit me shkollë. Merr çunin e Sazanit të dyti, se ka një 10 ai, që ka lekët më njanë, makinat më njanë. Shiko, nuk e vënd diskutim që nëzit shumë polemika dhe ajtë se po flasim, po për kë po flasim dhe inshallah mos rëmë që në vesh të shurë dhe to që po diskutojmë sot këtu, se ata që kanë para dhe forma se si kanë bërë parat, nuk kanë mundësi që të i Allah vetëm që se bëjë scrolling në TikTok ose në Instagram. Të ngacmoj unë në Instagram, Gjiliol, të ngacmoj unë në Instagram. Edhe atë mental që të ullë dhe të gjojnë se sa bukur dhe mirë flasim në këtu, dhe në të vërtet kërcet, paraja, droga, rastet Dubai, le të themi kërcet Dubai. Kërcet arma, kërcet kudjun, shumë gjërat të tjera. Këto janë, jo që është hipokrizi, jo që jemi një shoqëri hipokrite të frikshme, por janë një disbalans, ka ardhur koha që këtu ka vetëm të varfër të pasur. Unë e shikoj dhe kam përjetuar vetë në skaj ekstreme. E kam përjetuar vetë çdo mëngjes që dal nga shtëpia dhe shikoj se si njerëzit janë aq të figurativisht kështu nga ana performative janë shumë të rrëmuar dhe atë mënyrën e shpirtërore se si e ndjen vetë e prezantojnë dhe jashtë. Dhe kjo vjen për arsye se që tek mënyra se si ata kërkojnë që të rritet ndërkohë mundësia për një pagë më të mirë dhe nuk e gjejnë dot. Dhe arsyeja pse ne më shumë kemi tendencën për të larguar dhe unë mendoj vetë që si të shtektoj në një vend të Europës, kjo është arsyeja kryesore. Do e bëje ti në Itali banakjeren, këtu nuk e bën? Do e bëje fjata larsen në Rom dhe këtu s'do e bëje? Për fat të mirë, faktikisht unë kam marrë nga një familje shumë e mirë formuar e konsoliduar që arsimi i ka bazët dhe rrënjat e thella dhe nuk duhet të shkputem të ndajmë asnjëherë. Unë kam marrë zanat, kam marrë dhe shkollë. E di, por ti në Rom nuk duhet dalësh dot të bësh estetikën. Zanatin tim unë di të jap kurse për qerpike për thonjë dhe përveç kësaj kam edhe një profesion tjetër që sigurisht më intereson të rekrutoj të ardhurat e mia financiare duke ta kontaktuar biznes me biznes. Ti mendon që sa të shkosh në Rom do të shojnë tapetin për të bërë biznesin tënd? Nuk mendon që do duhet? Po pra, po do punoje ti në Rom? Një punë që s'është e profesionit tënd për t'ja dalë, si e mendon ti emigracionin? Pa që me lule? Je shumë jashtë për në mënyrë ose si ma drejton pyetjen, po pyetja do me thonë, unë mund të shkoj të vetë. Unë i ashpër me ty? Kur u bëra unë ka që i ashpër, po, se të gjithë tonë duat i ki i ashpër, po qa e dini emigracionin? Jo, kamarjere, vajza, kamarjere është në Shqipërinë tonë, para gjykoj dhe këtu nuk e luan topi. Megjithatë e bën e kam parë vetë me sytë e mi, në për restorante dhe në për lokale, që pavarësisht se mund të ke burra që ulen në për qoshka dhe pinë alkohol pa fund, dhe ajo e shkreta përveç se ka ato turnin që e radhë që duhet ta përballojë, duhet të shkojë deri në fund, dhe të mendoj se si ta do ta shlyej buxhetin në fund të muajit, por i duhet detyroj dhe dënglat dhe nuk dua të flas ashpër. Nga fëmimet seksuale. Nga fëmimet që i bëhen dhe unë pastaj duhen lekët në fund të muajit. Ajo duhet ta bëj këtë punën apo jo? Kjo ndodh kudo dhe unë e respektoj 10 herë më shumë një njeri që me integritet, me dinjitet, ajo vajza që përballon të gjithë këtë me dinjitet, se atë vajzën që më nxjerr shalën, se po them me këtë fjalor, e cila fillon dhe përdritet nëpër Instagrama dhe merr qafe dhe gjithë dynjan e meshkujve që i shkojnë nga pas, dhe më fal, po unë respektoj 10 herë më shumë atë vajzën aty. Gjithë ato të tjera sinqerisht uroj që ky vend të marrë në një uroj që ky vend. Po jo, mos e ka mënyra të tjera. Po mund të merret. Po zëm se dha kjo mundësi në moment. Mund të merret. Po se ka mundësinë ekonomike se vjen nga një familje e varfër, supozojmë. Duhet të krijojë disa të ardhurat që sa të duash, që mund të punosh me këpucët tek kartonat tek qeska. Mos ti e para që e paragjykon një vajzë kamariere. Ti e paragjykon. Po e paragjykon. Ti e para. Po të po them jo vëlla, po të them troç. E gabim o Gjiliole. Po shumë se mirë është është mendimi i saj, është mendimi i saj. Po ne këtë ta bëra. Paragjykimi është se unë përballova, më fal, si ti mund ta tolerosh? Ja, okay. Ti je shkon te restoranti. Profesor i nderuar, se llafet e bukura familjare poshtë gjithë. Unë e bëra pra. Ideja është këtu. Unë e bëra me dy mushka me dy vajzë. Shikon që ato homologët e restorantit aty, ulesh aty. Jo, ulesh shikon rastin fjalë. Që kjo goca po ngacmohet nga disa burra aty në restorant. Më thua një profesion tjetër që s'ka ngacmime seksuale. Reagimi
Mjot, yti i parë, kush është? Ragi Mjot i parë, kush është në këtë rast? Do ndryhy vallai. Si ndërhyn? Do ndryhy. Po se me llafe të bukura do ndërhyn ata? Po ja kemi fol ne gazetare, profesore, pedagogë, politikanë ka fol. Unë e bëj ti. Pra ti thua profesori Kamarier për goca ta zhdukim? Jo, absolutisht. Po çfarë do bëjmë? Kur jeti e para që e para gjykon. Një njeri që ndjeti cënuar në Po je edhe në zyro, Gjiliola. Edhe në gazetari dhe televizion. Televizion është shmëkeset e lokali lagjes. Nuk e vë në diskutim. Çdo profesion ka këto Kjo rrisje. shpjegon dhe shumë gjëra të tjera. Që theti, televizion ka gacime gjithandej. Po kush e mohon? Në çdo vend punë ka. Televizion jemi në Angli më vllai. Në Angli në 3 veta 2 ngacmojnë. Në Turqi në 3 veta 4 ngacmojnë. Okej, kush është në mënyra? Turqi në 3 veta që punojnë. Kush është mesazhi juaj në këtë rast? Më thoni mesazhi. Mesazhi është që duhet të edukohen. Duhet edukohen shoqëria nga fillimi në fund, duke filluar nga duke tani jemi fazë tranzicioni. Edhe kjo që po bën ti tash edukacionin. Ne për këtë po flasim që një vajzë e cila pavarësisht gjithë gjërave që ti tregove, me shumë të drejtë. A mos duhet edukojmë të vajzën se jo shoqërinë që i themi që në çdo vend pune ti ke një risk për t'u ngacmuar jo. Është me ty Gjiliola. Do të thonë, ti thuaja vetes dhe një shoqe që në çdo vend pune do Se në ngacmuar. avokatis ka, ha? Se në nuk e vë diskutim këtë që po thua, absolutisht, por kur unë shikoj një situatë të Dhe tillë, limitin mos duhet ta vendosë njeriu me veten. unë mendoj që është njeriu ai që duhet vendos limite, absolutisht. Se duhet presu si Ragon Sazanit e lokali lagjes. Shqyr zoti më ka rënë në rava që të jem kam ardhur nga ajo familje dhe të kem mundësi që t'ja bëj ta vë vet kufirin te thana, domethënë që mos të jem ndjera. Sepse e mbajti mbyllur te Cameroni, po ka që e mbajti mbyllur personazhin. Po. Edhe urire 18 vjeç ai, çaj është pula thaj, pata për gocat e për gratë. Edhe sa doli në jetë, ditën e parë që doli oda unë dua patat, nga s'po të patat rrugës, ato gocat. Pra, vetë njeriu e ka natyrën e të ngacmuarit, po ka dhe natyrën e përmbajtjes, ka dhe natyrën e përballimit. Janë limitet që vendos njeriu. Jo, mendoj që njeriu duhet të di se si ti vendos limitet dhe tu në Shqipëri. Po ja vendos vetes Gjiliola, jemi në një mendje edhe si kamariere, edhe si avokate, edhe si profesori kadrave sociale. A je dakord Enit, kemi disa shprehje në ekran, që na tani u kujtua Gjiliola në fund të shpërthej, po mbaj veten me gocën se na mbaroi ka televizive. Tani u kujtua Enit, a je dakord me këtë shprehje ose jo? Kundërshto tani e shikon tek Ledi këtu, për Enidën është punën time e shohin të thjesht vetëm ata që se kanë bërë kurrë. Po, shumë e vërtetë, sepse puna e tjetrit duket gjithmonë që ti mund ta bësh. Sidomos në mënyrë të posaçme, janë dy profesione që unë mendoj që në Shqipëri kushdo mendon se i bën. I pari është avokati dhe atë nuk ka gazetar që s'di ta bëj. Dhe e dyta është gazetari që nuk ka asnjë kush ka mbaruar çdo lloj shkolle. E bën. Që e bën. Na le pa punë tani, po na vjen edhe politikanin. Politikani pastaj apo vetë aty janë të gjithë. Gjitholog jemi me profesion. Politikani është profesioni pa profesion. Okej. Mirë, jam tek profesor Sazan, nuk do t'jap të shprehjen, ke një shprehje tjetër. Jo, unë sjellja si presje. Të lutem. Falje, po sjellja si presje. Kemi një shprehje tjetër për profesor Sazanin, e lexojmë tani dhe më thua nëse e dakord. Disa punë nuk janë të bukura profesor, por i bëjnë xhepat e bukur. Po. Kjo është ajo përballja e parë që është kështu, si punë e gënjeshës, pëlqejet kollajti. Por nuk ka jetëgjatësi. Nuk ka jetëgjatësi? Nuk ka jetëgjatësi. Ti mund të bësh një punë që se do ka shumë lek profesor. E bën një tjetër, por që me atë njeriu mund gënjehet, mund të pastaj është ajo që njeriu nga brenda e pëlqen të bukurën, moralshme, të ndershme nga brenda aty. Tjetër gjë që gënjehet për momentin. Ka shumë normalizimi në Shqipëri ku njerëzit kanë thënë po e bëj 3 vjet burg në Londër dhe pastaj jetoj 30 vjet si bos në Tiranë. Po. Edhe kjo po. Po firmos një tender, edhe jam gjithë jetë milioner. Edhe i thaj drejtori një nga ta 50, i thaj të më lenë kajt pak të thaj. Pas kishe problem burguni, i vajdi e shoqja, i vajdi tezja nga Amerika, e thaj nuk e di sa do më marrë thaj, po të më lënë kajt thaj, pëqin thaj. Edhe jam mirë ta, pra, se kishe unë për vendën time kam problem të madh, moral, shëndetësor, burgun. Ka problem lirin. Lirin, po pra, cili ka problemet e veta. Gjiliolës shpreha e fundit për ty, shojmë shprehjen e Gjiliolës, përveç se hiqeni shprehjen e kamarierit, nuk e do, s'do ta përmendim fare. Jo, vajzë që punon Allahu i shoft, po. A je dakord? Ta duroj atë tjetrin deri në fund muajit. Puna e ndershme të mbron edhe kur zërat të sulmojnë. A është puna e ndershme sot? Shumë bukur, shumë e thjeshtë, edhe përgjigja është shumë. Më thuaj një punë të ndershme sot. Një punë të ndershme sot.
Po ja, të punosh në fasoneri. Është ndershme. Po, të jesh delivery nga këto që shpërndajnë suflaqe, këto fast food. Të shahesh me Sazanin në TikTok është një punë ndershme apo e pandershme? Ua, absolutisht jo, e Jo, e pandershme? turpshme, skandaloze, toksike, është për të mbyllur dhe Shumë e drejtë. është e kohë për të zgjatë më diskutimin. Dhe unë i kam thënë shikuesve të mi, ju nuk e keni idenë që emisioni më i bukur është pas emisionit, gjatë publicitetit, do e kapim Gjiliolën tani. E ç'do t'i bëjmë, do ta përqafojmë e do t'i themi faleminderit që ishe në program. Faleminderit Gjiliola, profesor, faleminderit shumë kam shumë gjanë, faleminderit. Shkëputemi, punoni dhe rikthehemi pas pak tek Më pritet dielën.